Kuptimi i shkronjave në pasaport, shkronja A, pa mjet identifikimi të vlefshëm, shkronja B, me mjet identifikimi udhëtimi falco, shkronja C, pa vizë të vlefshme ose leje qëndrimi, shkronja D, me vizë ose leje qëndrimi falco. Shkronja E, pa dokumentacion të nevojshëm për qëllimin e udhëtimit, shkronja F, ka qëndruar më shumë se 3 muaj në 6 muajt e fundit në zonën Schengen, shkronja G, pa mjetet të nevojshme jetese dhe për t'u kthyer në vendin e origjinës. Shkronja H, është sinjalizuar në regjistrin SIS, shkronja I, konsiderohet i rrezikshëm për rendin dhe sigurinë publike, studio ligjore, avokat Petrit Musaj. Ju ofron ndihmë për të verifikuar dhe kërkuar heqjen e ndalesës për hyrje në zonën Schengen, sipas rregulloreve ligjore të BE-së. Për më shumë informacion dhe asistencë ligjore, na kontaktoni.